Punimet për rikualifikimin e zonës turistike të hyrjes Shkodër-Shirok faza 2 po vijojnë. Ditën e sotme po punoi për vendosjen e tubacioneve të shkarkimeve të ujrave të bardha. Investimi i cili ka nisur prej disa kohësh parashikon transformimin e një prej hyrjeve më panoramike të qytetit, duke dhënë zonës një pamje moderne e funksionale dhe më tërheqëse për banorët dhe vizitorët. Projekti parashikon zgjerimin e rrugës, instalimin e rrjetit të ri në toksor, ndriçimin dhe trotuare në dy krahët të këtij segmenti, si dhe lidhje me pjesën tjetër të rrugës panoramike që lidh me Shirokën. Gjithashtu parashikohet ndërtimi një rruge të re për këmbësorët dhe biçikletat pranë lumit Buna, që do të lidhë urën e re të Bunës me atë të vjetrën. Investimi që po realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka vlerën e rreth 350 milion lekëve me TVSH, ndërsa afati i përfundimit parashikohet të jetë 18 muaj nga nisja punimeve.